Mirë se erdhët në episodin e radhës të Vlora Flet. Dokumente, certifikata, leje, aplikime. Çdo qytetar I Vlorës herët apo vonë përballet me administratën, por sa e shpejt dhe sa e drejtë është shërbimi që ata marrin. A ju zgjidhen problemet qytetarëve apo përballen me vonesa dhe burokraci? Shërbimet e administratës. Unë s'kam asnjë punë me administratën sepse unë pension marr. Aty ku e marr pensionin e marr. Punë procedura, si dokumenta, çfarë gjë? Hipoteka, aja na ka honor. Hipoteka. Unë kam shtëpinë 185 edhe akoma se kam marrë certifikatin. 185 me leje me gjitha. Po çfarë ju thonë, se ju honori? Unë nuk e di, I kemi dorëzuar 100 herë dokumentat, asnjëherë s'e kemi ashtu. Tash ti s'dim edhe ku drejtohemi për t'i bërë ata dokumenta se duhet nëpërmjet e Albanias. Ju ka se lehtësi ky digitalizimi apo më shumë vështirësi? Jo, më shumë vështirësi. Po, më shumë. Po me vështirësi të tjera për shembull me burokraci, Po s'kam pas punë për çështje të tjera, për këtë hipotekën po. Tjetër jo. Në rregull. Si do ta vlerësoni shërbimin ndaj qytetarit? Nuk di çfarë të them përderisa ashtu. Për mua për hipotekën është zero. Nga shërbimet e administratës ju si qytetar. Shumë mirë. Të kënaqur jemi. Përballeni me vonesa? Me vonesa përballeni? Jo. Çfarë eksperiencë keni pasur? Se kemi asgjë. Kur keni vajtur për dokumentat? Po I kemi bërë që në fillim dokumentat. Unë s'ka vajtur më, që në fillim. I kam bërë. Tani është kthyer dhe ky sistemi online. Si e vlerësoni? Është më thjeshtë? Mirë është ai shumë mirë, po nëse dim ta përdorim. Çunat I kemi në Itali. Se për të ri, e di që ka ikur hipoteka e këto. Po kur shkoni që bëni këto shërbimet që nuk mund t'i bëni online, I bëni nëpër qendra? Marrim në një njeri që di. Bile dhe certifikata nuk e nxjerr dot pas patë numër, se nuk punon dhe posta. E gjene civile. Nuk me certifikat. Ja kështu. Qytetarët e Vlorës përballen me burokraci nga punonjësit e administratës apo? Ne jemi socialistë, kemi punuar në atë sistem. S'kthehemi në asmajt e të bate, kam punuar 45 vjetë për shofer në forcat e shpejta. Në atë kohë. E s'ktheju në asmajt e të djata, edhe fare fëjsim. Nuk bëjna. Ka korupcion. Administrata nuk shërben fare, nuk të zgjidh fare. Po nuk të zgjidh asnjë problem. Si u presin? Po që na presin, nuk na presin. Nuk shërbejnë, çfarë themi me. Çfarë ju ka ndodhur? Çfarë eksperiencë? Si? Çfarë eksperiencë ju ka ndodhur? Po më ka ndodhur për te ujësiesi. Po kisha një vit që ujë, unë e kisha paguar si ujë atë, mirë po më kishë humbur libreza, ata kishin vënë prapë. Edhe paguat për herë të dytë. Nga 230 pagova 650 për një vit. I detyruar që të bëjnë. Po punonjësit e administratës si sillen me qytetarët? Punonjësit nuk sillen keq, po këta janë në zyra, nuk presin. Zyrtarët, ke parasysh, janë për institucione. Shumë shërbime janë kthyer edhe online. E di. Si e vlerësoni? Është ndihmë për qytetarët? Po që ndihmë është ajo do presh. Ja pata një raston për energjinë elektrike. Dhe bëre online. Edhe jo sot, jo nesër. Pas 6 muajve ma dha atë 10.000 lekë që një më takonte. Ja kjo i shërbimi. Nuk vlerësohet qytetarët. Fare. Ja kjo. Faleminderit shumë.
shërbimi nga administrata për qytetarët? Si e Mos e vlerëson? pyet që është njësh. Nuk jeni të kënaqur. Ku ka administrat? Ku ke parë? I ka tjetër të Albania, thotë edhe hajtë njërë pashi. Ku kanë administratë? Ku ka administrat? Bje i derës administrat, të hap njeri. Ke vajtu në njerë. Përballeni me burokraci. Shap njeri derën. As ditë që është gjoja takim. Kush është problemi me ju? Duhet jemi ne. Ne kemi fajnë. Se nuk dhemi të djegëm atë zyrën ati. Shkrepsen ati edhe ata punëtorët brënda dhe ulat. Pse ke dalën punë ti? Pse punon ti? Pse ata shpunohen? Çfarë eksperiencë keni? Po çfarë eksperiencë kemi ne? Ku ka qenë administrata aty ishte, kemi qenë shumë mirë me ata administratishin, merreshin vesh, zgjidhim hallet. Kur keni shkuar, keni kërkuar një shërbim dhe nuk ju... Tani, Tani nuk e pa. më përpara i kam zgjidhur kur ishte me administratë, tani që bërë me këta asnjë nuk zgjidhet. Çfarë? Kush do më thotë? Ku shkoni aty? Kush kthe përgjigje? Vetëm ato policin do gjesh aty ato. Roje, s'ka takim thot ik. Nuk vlerësohet qytetari. Kush na zë profilin nesh na duan me hajde për noi vote dhe i kutje. Vlerës nga shërbimi administratës. Kaj të kënaqur janë që po ta dinë atë kënaqësi që ju jep administrata, vrasin të gjithë vetën. Pse e kuptoj vetën? Qartë e vlerës nga shërbimi nga administrata. Shumë të kënaqur bësa s'ka më ku të vej pje ma Se partë. të dërni tani. Ja një sekundë. Po ta që që të themë? Të tha, Marrë shërbim? urdo? Nuk keni marrë shërbim. Jo, jo, Atë të duhur. jo, jo. Çfarë eksperiencë? Unë ka punon në zinë e Pashalimariri, për i me në tese. Si? Unë tha që kam punon në zinë e Pashalimarit, reparimi në tese. 20 sa vjetë atje, dola në pension edhe marrë 200.000 lekë. Flasim për shërbimet kur shkoni në një institucion, sa ju shërbej? A, nuk vete. Nuk vete Kërkojnë le? se s'kam bugjet unë. Po, qofë për një dokumentacion. Po nuk vete fare, a mirë pashë. Në administratë, shërbimet, si janë? Jam shumë e kënaqur. Për dokumentacionet. Për të gjitha, apla vetëm me këta policat e rrugëve. Atje në kakavije në të gjitha, duhet jenë që më të edukuar me njerëzit. Po, ku në institucione, ku shkoni për dokumentacion? Jam e kënaqur. Si sillen? Shumë fare të edukuar me norma. Për çdo gjë dhe në bankët e në të gjithët. Urdhro? Paseni me vonesa? Jo. Unë erdha nga Kosi, kam ardhur tash direkt këtu, tova 24 orë më falni, vajta direkt në bankë, direkt më pritën me bërën dokumentat edhe mbarova punën. Pojnë në institucione të rëndësishme. Nuk kam patur, për shembull në ministri kur vajta direkt, ma morën faqëllon, më pritën Ishte direkt. eksperiencë. Apshull, e shkëlqyer, për çdo gjë. Ju lutem. Sa kënaqur janë qytetarët e Vlorës nga shërbimi i administratës? është mos të nasi fjalë. Fakt të regon. Po për shumë tregoni gjëra. një eksperiencë? Një eksperiencë. Eksperiencë e Vlorës e tregoj vetë faktin. Kundej 15 ditë pa ujë. Kush e drejton këtë Vlorën në administratë? Ky është gabim. Po në marrjen Ka filluar bëhen pastrimet që kjo do t'i shbërë. Si vend turistik, Vlora ka të mbetë. Nuk flasim për këtu, po më falë, dil pak në poshtë të shikosh që është gjendja e Vlora. Kjo është administrata. Po në rastin kur qytetarët shkojnë në për institucione, kërkojnë dokumenta, informacion. Ato janë mbyllur kjo gjë, janë mbledhur gjitha në Tiranë, nuk ka asnjë zgjidhje. Kush Ky di, shërbimi online ka lehtësuar apo ka vështirësuar akoma më shumë? për të rinj që dita përdorin mirë, për moshën e tretë ka mbaruar për tokë. Si sillen punojësit e administratës në qytet? Është më ka më shumë, sepse jam i pak kënaqur sepse dëgjoj. Juve të rinjt keni gjë, mbylli derën edhe rrini brenda. Shfryzojnë tetorashin, dili dhe çfarë do bëhet. Se kush di përgjigjet zyrës, e kush përgjigjet shtetit, s'ma një pjesi. Kjo do e bën se çfarë do bëj.
zgjidhje. Si do jepet zgjidhje? Zgjidhja jep shteti. Kur qytetari bën detyrën paraqitet, zgjidhjen jep shteti. Shteti negativ. Me këtë çuri ka Shqipëria, po bën prapa, jo përpara. Keni pasur ndonjë eksperiencë të mirë? Unë nuk kam eksperiencë, se unë kam qenë emigrim, jam kthyer, nuk kam eksperiencë. Ato dokumenta të shtëpia që bleva i krijohen nëpërmjet miqve e shokëve, duke dhënë kafe se këtu nuk del dot të keqë xhaj, pa më paguar. Kështu që njeriu ndesh më vuan këtu. Me një fjalë, po më kuptove. Faleminderit shumë. Ndërkohë. Eksperiencën tuaj, sa të Shko, administrata e para njerë që në veshje. Që në veshje. E dyta në seriositet, e treta në nerva, e katërta që nuk të zgjidhin, e pesta nuk e dëgjojnë hallin e tjetrit. Kështë mendimi, nuk janë gjithë kështu, nuk janë gjithë kështu, ha? Po duhet ndryshojnë pak tani se të ndryshoj sjelljen, komunikimin shtartë, njeriu do fjalë ngrot, edhe me vepra, me sqarime. Kështu që duhet të arrisin edukimin e tyre në lidhje me komunikimin me popullin. Se vete për nevojë tjetri. Kur vetëm për nevojë ishte një shtorë edhe rri çikor. Ajo e ka mendjen të shoqës saj ose të kjo. Kështu që unë mendoj se ka ndonjë problem këtu. Megjithatë, do ishim me kostume, do ishim me kështu. Është figurë, përfaqëson institucionin, kulturën e vetë sa rrila kur i kot. Mendoj unë, është në zyrë, pastaj kur del në zyrë letërisë doj, ky është vendimi. Po qytetarin e zgjidhin e ndihmojnë? Po pjesërisht e ndihmojnë, se të themi që nuk e zgjidhin fare, nuk e lë ligji. Po jo me atë zgjidhjen e qartë, të durueshme, e zvarritën pak, e provokojnë pak, e bëjnë kështu, mendim, po jo të gjithë. Këto shërbime që janë shtuar online, kanë vështirësuar apo kanë zgjidhur? Shiko, ato kanë qenë të panjohura për ne. Kështu që tani gradualisht më tepër i kap i riu se sa i kap moshatari. Kështu që ajo është një zhvillim, është një rritje, është një ka kursim kohe, ka kursim mundimi, ka. Kështu që vlerë është edhe ajo, sepse është në zhvillim, ky është mendimi. Tarët e Vlorës nga shërbimi administratës. Kjo është një pyetje enigmë faktikisht se pretendimet janë shumë të mëdha që s'janë të kënaqur. Po s'është bërë një sondazh siç duhet, shkencor, mund ta themi, që të nxjerrësh një konkluzion të vërtetë. Megjithatë, pretendime ka. Pretendime ka. Pak për eksperiencën tuaj në institucion. Ne jemi brez tjetër, kemi marrë një edukat krejt, ndryshe nga kjo sot, se unë jam pensionist, dhe para hallegjiu të njërën tjetër administranta qëndronte gatitu. Kurse sot është qik ndryshe, akoma mungon humanizmi në përgjithësi, mungon i administratës. Kjo është kushdo, nuk është se është e majtë apo e djathtë, po kush vjen në administrat ka pushtuar situatën ai edhe kjo është imja, thotë, s'ka zot tjetër. Se ka ndodhur kjo situatë? Ekziston burokracia në institucion? Shiko, është sistemi që burokracinë e pill vetë, është sistemi i tillë që burokracinë e pill vetë. Por është edhe kultura, i mungon kultura demokratike e shqiptarit në përgjithësi. Jemi mësuar me urdhra, me komand, me njërën tjetër. Kështu jemi brezim, kështu kemi ardhur dhe po vazhdon edhe kjo tradit, paka shumë. Janë shtuar dhe këto shërbimet online. Kanë qenë ndihmës për qytetarët apo pengesë akoma më e madhe? Shiko, për brezin tim është pengesë, kurse për të rinjt është zgjidhje, se ditë përdoret, s'ka nevojë të vete një institucion privat për të aplikuar një certifikat apo pronësi apo certifikat personale. Për të rinjt është favor, patjetër që është favor. Nuk zë radhën ai për të vajtur për të nxjerrë një certifikat apo tjetër, një shërbim. Është pozitive, sigurisht pozitive, shkenca e shikojmë sy të ballit, shkencën. Faleminderit shumë. Ju lutem. Strata. Po jemi tash në
do i durojmë të keqe. Qarë do vide administrata, në qarë drejtimi, për ekonominë, apo për qarë e keni? Në shërbimin vetët kërkosh një certifikat. Jo, unë falë zotit shqyqyr, edhe certifikat dhe pronësis që bëra shpite plaj vjetë, mi dhe në tak fakt, pas një problem. Sa të kënaqur janë qytetarët e Vlorës nga shërbimi i administratës? Po, unë jam pensionist në shtiqarë, unë s'digje për këta administratën, da që jam pensionist. Kur shkoni në për institucione, kërkoni dokumentacioni? Po, s'para dhemi, nuk vete unë. Kur keni shkuar, qëfar eksperiencë keni pasur? Po, më përpara të ti, po, shërbenin e nashti ka ndryshuar gjerat. Ndryshon si mbas kohës, nashti nuk vete, unë jam pensionist, rehat, ja, shikon, me baston këtu, ullur. Si është sjellja e punonjësve të administratës me qytetarë? Është ajo ideale? Po, nashti çdo gjë vjen përpari me sipër. Vetë çfarë eksperiencë keni pasur? Po, mirë. Kam shërbyer edhe shërbejnë, si të ndodhet ai personi atje. Po, nuk kam shumë informacion për këto që pyet, për administratën. Shumë shërbime janë kthyer edhe online. Kjo është ndihmës për ju apo ka shërbim? Për ata që e dinë unë se di fare, nuk marrë. Po për qytetarë thonë që është ndihmës. Për shembull ka dhe kur kam marrë një certifikat, unë për shembull në ato pikat e mandoj me një herë bam, ndihmës është ajo. Teknologjia është përparim. Unë personalisht, sinqerisht, që jam shumë e kënaqur, kam pasur para ca ditësh një zyrë, do me thënë, t'i lëmë thashe themet e Vlorës që thonë ashtu e kështu, unë jam shumë e kënaqur. Po. Administrata si në sigurimet shoqërore që më kam pas punun, si në, nuk e di që a i thonë asaj qëndrës të drejtën. Po shumë të mirë pritura. Nuk jeni hasur me vonesa? As vonesa, as ku paguaj uj, as ku paguaj drita, unë jam shumë e kënaqur. Njerëz të kuptuar. Kultura, më shtetet në kulturë. Krahasime më përpara janë shumë mirë. Qytetarët e Vlorës nga shërbimi i administratës. Sa të kënaqur janë? Unë për vete jam i kënaqur, nuk e di dene. Po, eksperienca juaj në institucion. Jam i kënaqur. Shumë i kënaqur. Nuk keni hasur me vonesa, me burokraci? Çdo gjë për mua është rregull, me një fjalë, çdo gjë është. Janë shtuar dhe këto sistemi online, keni gjetur zgjidhje në to apo ka qenë? Po, kemi zgjedhur një nuse djalit, bëri sa dokumenta, sa pasaporta për kalamajt, se ikun në Itali për sa vizita, i bëri, do me thëmë, pa problem. Kur shkoni në dyert e institucioneve, keni ngelur i kënaqur me shërbimin? Shiko, atje ku jam ndeshur për vete, për shembull, ku pagoj për shembull internet, televizor. Flasim për institucione. Që institucione deri tani para online, do me thënë, kam qenë i kënaqur, mbrapa s'jam ndeshur, po tani çdo gjë është me një fjalë ecën për më mirë akoma. Zgjidhen gjëra sa më lehtë pa ashtu. Faleminderit shumë.